Prokuroria e posaçme ka paraqitur pendencën e saj ndaj një grupi të akuzuar për krime të organizuar, duke kërkuar dënime të rënda për disa prej tyre, përfshirë Durim Bamin. Sipas PAK, për Bamin është kërkuar një dënim për 21 vitesh burg, i reduktueshëm në 14 vite në rast të aplikimit të gjykimit të shkurtuar. Ai akuzohet se ka drejtuar një grup kriminal të përfshirë në planifikime atentatesh dhe vrimtari të tjera të palishme. Hecimet e prokurorisë të mbështetura edhe në komunikime të përgjuara në aplikacionin Sky përfshin edhe të kultivimit të kanabisit në zonën e Niklës dhe Lezhës. Për ish policin Altin Morinas, PAK ka kërkuar 13 vite e 6 muaj burg, ndërsa për ish drejtorin e policisë së Lezhës, Heneri Gert Mitri, është kërkuar dënimi prej 9 vitesh burgim. Të dy akuzohen për përfshirje në kultivim të lëndëve narkotike dhe veprimtari në kuadër të grupit kriminal. Ndërkohë, për Oltion Zefin është kërkuar një dënim për 20 vitesh burg, ndërsa për 3 persona të tjerë, mes tyre Aldo Avdyli, prokuroria ka kërkuar dënime që variojnë nga 10 deri në 15 vite heqje lirie. Çështja tashmë ka kaluar gjykatës, e cila pritet të japë vendime përfundimtare mbi fajësinë dhe masën e dënimit për të pandehurit.